Përshëndetje të dashur miq, ja ku po takohemi sërish sot së bashku me mua Tirona Lilin për të komentuar pak mbi Big Brother VIP Albania 5. Unë e di që ne të gjithë jemi kureshtar të kuptojmë se kush mund të bëhet sonte pjesë e këtij formati. Do me thënë, unë jam i bindur që ky kas nuk është se këtu i ka mbyllur dyert e banorëve, dyert do të hapen dhe do të hapen jashtëzakonisht shumë brenda kësaj shtëpie. ë Do të ketë banor të ri, do të ketë edhe shtëpi të re, ashtu siç në fakt Ledioni e paralajmëroi në prajmin e natës së parë, por normalisht ndoshta nuk është momenti që duhet hapur dyert e asaj shtëpie, por pikërisht do të thënë banori i cili përflitet që do të jetë sonte pjesë e platformës Big Brother është këngëtari i njohur Sardi Strugaj, i cili së fundmi ka qenë i ftuar në emisionin She's on Air në Top Albania Radio, ku moderatorët e ngacmuan atë në lidhje me edicionin e 5 të Big Brother VIP Albania. Artisti u shpreh se nëse do të hynte në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, ose do të ishte ai banori i urtë që del direkt, ose do tregonte një nerv që nuk ka qejf që t'ia njoft në fakt publiku. Sardi u shpreh se mund të ndodhë që të krijonte lidhje në Big Brother, por nuk do të bënte për lojë, por që do të qëndronte sa më gjatë. Tani do me thënë, unë mendoj që personazhet të cilët komentohen janë personazhet të cilët do të jenë pjesë të kësaj platforme. Sardi thotë, e kam ndjekur shumë pak, thot Bigun, thot natën e parë. Si kur e lë pak hapur atë idenë e hyrjes tënde në Big Brother, i thonë ato. E tregova që aty se më intereson që kjo gjëja të përflitet, se okay, ama çdo vit këtë pyetje më bëjnë dhe çdo vit them jo. Pse nuk futesh pra, i thot, nuk dua. Po i thot, po futu, po pse nuk u fute se edhe ti u përfole, i thot Sardi. Që janë këto pyetje, i ftuari këtu, si do ishe ti si një lojtar? A i thot, nuk e di, ka shumë mënyra, ose do isha nga këta 4 të urtit që dalin javë e para, ose mendoj që do të më kishte dalë ky nervi. Tani unë jam i bindur që këto njerëzit të cilët janë shumë kokfort në për intervista, mendoj që nesër edhe mund të lëshojmë pe që mund të jenë pjesë e këtij formati. Do të dyshoj që Sardi mund të jetë pjesë e Big Brother VIP Albania 5. Është një personazh interesant, dhe ka një qëndrim shumë interesant, ka një shikim shumë interesant dhe mendoj që ky personazh do të ngjallte shumë kuriozitet të brenda kësaj shtëpie.